ishte natë e gjatë, por kishte lënë porosi anës, dhe kur doli ana unë i fola asaj, hapa sytë dhe pash. Dhe si për kokës time, kur u zgjova, pash 3 njerëzit më të dashur të jetës time, 2 fëmijët dhe gëzimin. Dhe një mjek të shkëlqyer, anestezist, që pasi unë u zgjova nuk donte të më linte që unë sërish të flija, sepse kështu është natyra e këtij lloji operacioni, për shkak se mund të bjesh në koma. Dhe ai mundohej të më thonte, pasi i përqafova sigurisht me pak larg, nuk duhet, kisha dhimbje të tmerrshme, mbaj mend atë natë të reanimacionit. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.